s'kishe vërteta kësaj, se duhet flasi një oficer policie, sepse unë kam folur vetë me sa e njohun, po unë jam gazetar. Unë nuk merrem fare me deklarata politike, sepse unë nuk jam një politikan dhe nuk bëj pjesë në asnjë parti apo krah politik. Nuk merrem fare sepse politika ka treguar jo vetëm tani, por edhe përpara që flet bazuar në ato informacione që ka dhe mund dalet flas bëj deklarata të ndryshme në televizion. Mua nuk ma lejon përgatitja ime profesionale. Jo, si e njihni ju që unë të flas për njerëz aq më tepër publikisht. Nëse kam gjëja them sy, kushdo që tjetë. E kam aq kurajo sepse me thënë drejtën, zoti Qafoku ka shumë kolegë policinë e shtetit të cilët kanë sakrifikuar jetën. Kanë dhënë jetën për këtë vend. Ka tjerë që janë plagosur në kryetëtyrës. Kanë sakrifikuar shumë. Për të paktën në rasti konkret unë kam pasur kurajon që të marr përsipër operacione që nuk kanë ndodhur në policinë e shtetit, siç ishte i rasti Siris, bashkë me kolegun tim. Kemi shkuar atje dhe në zonë konflikti të shkosh me i bluzën më të shkurtër, nuk besoj që është e lehtë. Por unë kam pas kurajon dhe kur e kam pas kurajon që të merrem dhe të shkoj në ato zona konflikti, e kam kurajon që të përballem edhe këtu në asfalt me këtë dojë që të dojë përballet. Dhe e kam kurajon dhe të them kujdo në sy atë që unë mendoj se çfarë mendimi kam. Kështu që nuk ka të bëj lidhje fare, nuk ka lidhje fare me nuk ka lidhje me zotin Bizha, për zotin Bizha unë kam vlerësim. Ke vlerësim? Kam vlerësim patjetër. E çat bën politika të baltosa? Ka qenë e prorim dhe kur unë punoja në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në funksione ndryshme të antiterrorit. Kemi bashkëpunuar, është kërkuar mbështetje për shkak të funksionit që ka pas dhe pozicioni zoti Bizha, drejtori i policisë kriminale në atë kohë dhe na e ka dhënë mbështetje sepse mbështetje për punën po kërkoi. Shiko, shefi e prori nuk është thjesht të kërkoj llogari dhe të thotë çfarë bëre dje dhe çfarë do bësh sot apo çfarë do bësh nesër. Po çfarë do bën? E prori është një mentor, po themi, i cili në raste specifike të udhëzoj, sepse ka një eksperiencë caktuar më të madhe. Dhe të motivon. Dhe të motivon për ta bërë punën. Të sugjeron si kjo punë të bëhet më mirë. Bazuar në eksperiencën dhe në rastet analoge që mund të kenë ndodhur përpara dhe mund të ketë kaluar apo studiuar, të drejton dhe të thotë që shiko kemi pasur raste të tillë dhe ti mund ta bësh kështu. Ti jep versione, ti jep variant, zgjidhje, po themi, të situatave të ndryshme dhe prandaj duhet e prori dhe prandaj e prorët e mi kam qenë me fat që i kam pas oficer me eksperiencë dhe kam mësuar prej tyre. Kam marrë më të mirën prej tyre, me aq sa kam pasur mundësi që të punoj me ta dhe i vlerësoj. Foto tjetër? Tani, këta janë drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit mbas vitit 1990. Po. Nga Fadil Canaj te Sokol Bizha, unë do t'i them. Fadil Canaj, Astrit Mehaj, Sabri Jacaj, Agim Sheu, Sokol Bare, Besnik Bregu, Hasan Ahmetaj, Veton Gjoliku, Velim Iftari, Bilbil Mema, Baram Ibraj, Ahmet Prençi, Irsni Burgaj, Artan Didi, Akit Çako, Ardi Veliu, Gledi Snano, Muhamet Rumullaku, Sokol Bizha i komanduar, Ilir Proda, Sokol Bizha i komanduar, edhe mund të sa vendosim Sokol Bizha, sepse është në jo i emëruar. Tani, me një llogari nga viti 2013 deri më sot kemi 9 drejtor policie që i bie gati 1 vit e 4 muaj. Mesatarisht rri një drejtor policie zoti Nano. Tani, çfarë është kjo? Jo thashë pak më parë, kjo është ajo që e bën do të thënë 8 se do të thënë llogaritu dhe zoti Mbi. Po? Kjo e bën që struktura e policisë ndihet edhe më pa sigurt, edhe më pa motivuar. Po pse e bën pastaj qeveria këtë? Pse e bën zoti Rama? Unë nuk i di arsye, thash edhe një herë pse ndodh kjo, por e mira do të ishte që ndoshta drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit të ketë një status tjetër në raport me detyrën. Që do thotë? Që do thotë, pse jo, të zgjidhet edhe nga parlamenti,
apo të ketë forma tjera dhe të ketë një mbrojtje, po themi deri diku. Nga parlamenti? Të jetë një mbrojtje që të ketë një siguri në vazhdimin e mandatit të tij. Tash drejtorët e policisë largohen para mandatit në Itali, mos të bëjmë kaq. Po këtë duhet pyesja, si funksionon jashtë? Edhe në Itali është larguar para përfundimit mandatit drejtori i përgjithshëm të Policisë Shtetit. Po kështu janë të gjithë ata, se këtu se ka mbaruar asnjë më zoti. Kështu se ka mbaruar asnjë dhe mua më vjen shumë keq, thash edhe një herë që mesazhi është tepër negativ për forcën e Policisë Shtetit. Ka shtete tjera që kanë emërimin nga parlamenti? Nuk mbaj mend në një që ta ketë nga parlamenti, por pse jo të merret një iniciativë e tillë, që drejtori i përgjithshëm të ketë fuqinë, po themi, fuqinë e ka se ja jep ligji, nuk diskutohet, por që të ketë sigurinë e qëndrimit detyrë për 5 vite, sepse në 5 vite do të kuptojmë diçka. Në 5 vite nuk është vendosur kota ajo 5 vjet. Me drejt rizgjedhje. Dhe një 5 vjeçar tjetër, apo një 3 vjeçar tjetër. 2 herë. Tani ç'është e tillë, në 5 vite patjetër që ligji është po ai që është, rregulloria është ajo që është, nuk diskutohet. Tash ky lider, ky drejtues që vjen, do të shpalosi platformën e tij, brenda kornizës ditore. Ai se shpalos dot për 10 muaj. Nuk e shpalos dot as për 10 muaj, as për 2 vjet nuk e shpalos. As për 2 vjet. As për 3 vjet. Sepse do fillosh të implementosh idetë tua dhe mënyrën tënde të leadershipit, projektet dhe ato objektiva që ti ke më primare dhe mendon që mund të sjellin zhvillim për policinë dhe të ketë rezultate. Shumë drejt. Dhe nuk i merr dot ato frytet e punës sepse ti e mbyll për 2 vjet, ato sa kanë filluar ose janë në projekt për të filluar si po themi si iniciativa dhe vjen drejtuesi tjetër, ndoshta për atë nuk janë këto, po janë disa tjera e tjera. Shumë drejt. Tani ka ndonjë nga këta zoti Nano, një drejtor policie që ju do doni ta vlerësonit? Thoni 2 fjalë që me vërtet e keni si një model pozitiv. Se unë po i shikoj gjithë tani, po kam përshtypjen që vetëm zoti Bajram Ibra ka mbaruar mandatin. Po, zoti Ibra ka qëndruar më shumë nga të gjithë. Unë nuk mund t'i ndaj dot kush më shumë, kush më pak, i vlerësoj të gjithë. Jo me të gjithë më ka rënë rasti të punoj, patjetër. Po? Por thashë do të veçoni ndonjë nga këta? Unë nuk dua t'i veçoj sepse nuk dua që të duket sikur unë preferoj këtë dhe jo të tjerët. Jo, që do thoni ndonjë nga këta të vjetrit, s'ka lidhje me punën tuaj, sepse zoti Canaj për shembull nuk jeton më. Fadil Canaj po i pa harruar qoftë dhe edhe unë shpreh për mendimin tim një fjalë dhe omazh për atë që ai ka bërë. Kam vlerësim maksimal për zotin Canaj, sepse ka qenë po kështu dhe zoti Bare. Zoti Bare dhe ai nuk jeton më. Kështu që janë disa figura, me thënë drejtën, që kanë lënë gjurmë dhe duhet të kuptojmë diçka që janë figura në policinë e shtetit cilët kanë punuar në kohë shumë të vështira. Shteti ishte kanë pasur sfida që edhe të donte t'i mbështeste dikush, nuk ishte kush t'i mbështeste. Shumë vërtet. Foto tjetër? Jo, është ajo, ju lutem, nëse keni mundësi atë të ministrave të brendshëm, regjia, është një nga ato. Na presim një moment. Okej, ndërkohë komentojmë këtë dhe pastaj kthehemi sa të bëj gati regjia. Zoti Lamallari është bërë ministri i brendshëm, e kishit zëvendësministër atje, se edhe ky ka thyer rekord zëvendësministër. Po. Do doja një si keni punuar, si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me zotin Lamallari? Është njëri shumë korrekt. Më ka rënë rasti të punoj drejt për shkak të, po them. Jo, të rrim edhe njëra tjetër, lutem regjia, te ku ishim? Për shkak të portofolit që kishte zoti Lamallari në Ministrinë e Brendshme. Po, te zoti Lamallari, ja vetëm një sekond sepse regjia e kaloi. Te fotoja që ishim, po komentonim foton me zotin Lamallari. Ja këtu, okay, po. Po dhe? Kam punuar nga afër me zotin Lamallari kur ai kryente detyrën e zëvendësministrit të brendshëm, Ministrinë e Brendshme, njëri shumë korrekt, shumë i zgjuar, shumë punëtor. Shumë punëtor ishte. Si do ta bëj detyrën e ministrit? Të ministrit brendshëm. Po të brendshëm, se drejtësisht unë uroj që të dali me sukses nga Ministria e Brendshme, se Ministria e Brendshme është nga ministritë më të vështira që ka qeveria, po themi. Atëherë tani të lutem regjia foton e ministrave të brendshëm, se kemi edhe këtu një gjë shumë interesante, zoti Nano.
Tani, mirë drejtorët e policisë nuk i duan kryeministrat, por edhe ministrat e brendshëm, 9 ministrat brendshëm. Samir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandëlleshi, Bledi Çuçi, Talon Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. 9 ministra ndërkohë sa drejtor? Dhe 68 është Lamallari. Se kemi dhe Lamallari 68. Se kanë dhënë këtu Lamallari. Që nga? Që nga 2013 them. Do ndryrimin e pushtetit. 9 drejtor përgjithshëm të policisë dhe 9 ministra të brendshëm. Nuk di, nuk kam ndonjë koment lidhur me këtë. Jo, do të kesh koment për këtë. Kjo është sekret. Jo, nuk ka lidhje sekreti, kupton, sepse këto por 9 ministra të brendshëm, po çfarë do bëj ministri i brendshëm? Pozicioni i ministrit të brendshëm është pozicion politik. Po. Dhe e vendos qeveria, po themi. Po mirë, po drejtori i policisë. Ka një sekond, nëse flasim për ministrat e brendshëm është gjë tjetër. Flasim sepse ministri i brendshëm është në pozicion politik dhe në aspektin e kabinetit qeveritar, po themi. Po. Ka ndryshime për shumë arsye. Është politik, okay. Është politik dhe tu ka dhe Ali Kazazi që ndajtu vetëm disa ditë, për shembull, ministër për shkak të rrethanave në 97. Po tani në vitet 2000 tani të rrin ministri. Shikon, për mendimin tim edhe kjo lëvizje e shpesh të ministrave të brendshëm nuk i shërben fare, sepse policia është pjesë e ministrisë së brendshme. Dhe ministri i brendshëm është patjetër ai institucioni politik, po themi, që bën politikat e qeverisë, por pjesë e saj është edhe policia. Që do të thotë, nuk është të thënë që televizion kaq shpesh për të pasur rezultat. Unë përkundrazi mendoj që duhet të kenë më tepër qëndrueshmëri në detyrë, që ne të shohim rezultate. Shiko, ka një diçka. Kur qëndron shumë në detyrë, edhe kërkesa ndaj vetes bëhet më e madhe. Sepse kur e merr detyrën do fillosh të krahasosh me vitin paraardhës, apo jo? Ka qenë tjetër. Jo, sa unë ministrat e mendoj kështu. Sa mendon ministri që është ministër, e heq kryeministri. Po. Tani çështja është që do fillon dhe krahason punën dhe arritjet me një vit më parë. Ndoshta me atë që ke zëvendësuar, por si të bësh 2 vjet në punë, do fillosh të krahasosh vitin e dytë të punës tënde me vitin e parë të punës tënde. Do që do patjetër që të kesh një farë zhvillimi që ti të krahasosh me veten tënde. Dhe kjo të bën më tepër këmbgulës dhe kërkues në atë që do të arrish.